Të gjithë kemi vënë re se edhe pse marrim më shumë para për pagat në fund të muajit, ato nuk na dalin, tregojnë të dhënat e Instat. Sipas Instat në 3 mujorin e tretë, paga reale mesatare bruto ishte 69.630 lek ose 16.4% më ulët se paga mesatare nominale prej 83.300 lekësh në të njëjtën periudhë. Paga reale për shkak të efekteve të inflacionit është 140 euro më ulët se paga nominale në qershor-shtator 2025. Sipas Instat, një shqiptar me rreth 83.000 lek blen sot të njëjtat mallra që në vitin 2020 i blinte me rreth 70.000 lek. Paga nominale mesatare mujore bruto në Shqipëri nga viti 2014 në 2025 është rritur ndjeshëm, por nuk është shoqëruar në të njëjtën mas me përmirësim të fuqisë reale blerëse të punësuarve. Përkundrazi, pagat nominale dhe ajo reale kishin diferenca të balancuara para pandemisë, por më pas hendeku erdhi në zgjerim nga rritja e çmimeve, sidomos në qera dhe ushqime. Paga nominale u rrit ndjeshëm me rreth 60.000 lek në vitin 2022, në mbi 83.000 lek në vitin 2024 dhe në fillim të 2025-s. Megjithatë, paga reale rritet shumë ngadalë dhe në disa tremujor madje shënon rënje krahasuar me ritmin e pagës nominale. Raporti i pagës reale ndaj pagës nominale bie në mënyrë të vazhdueshme, duke zbritur nga rreth 94% në fillim të vitit 2022 në rreth 83% në vitet 2024-2025. Kjo tregon se një pjesë gjithnjë më e madhe e rritjes së pagave po gërryhet nga inflacioni. Ndonse punojësit marrin paga nominalisht shumë më të larta sot, krahasuar me një dekadë më parë, fuqia reale blerëse e këtyre pagave është përkeqësuar ndjeshëm në vitet e fundit. Pagat më të larta nuk kanë arritur të kompensojnë rritjen e çmimeve, duke bërë që përfitimi real për të punësuarit të jetë më i ulët se sa sugjeron rritja nominale e të ardhurave. Diferenca ndërmjet pagës reale dhe asaj nominale po thellohet për shkak se rritja e tyre nuk erdhi nga produktiviteti në ekonomi, por nga presionet e fuqisë punëtore. Rritja e pagave me vendime e stimuloi edhe më shumë rritjen e çmimeve, duke ulur në të vërtetë vlera reale të pagave.